Shtëpia time është një nga shtëpitë private më të vjetra e ndet banuara në Europë. Jam në Lisbonë, shtëpia është ndërtuar 732 vjet më parë. 732 vjet më parë, pra në vitin 1294 është ende e banueshme, është në zonën e Alfamës, lagjes më të vjetër të Lisbonës, dhe është rrethuar me shtëpi të tjera të ndërtuara për gjatë shekujve. Është ende e banueshme për 732 vite, nuk ka ndaluar asnjëherë zbanuari, domethënë nuk ka pushuar asnjëherë zbanuari. Shihni sa të vogla janë dritaret dhe papafingoja, ndërsa banorët vendas, pra pronarët, vendosin gjithmonë një mbulesë që mos ju hyjnë turistët brenda. Ndërkohë pjesa tjetër e lagjes është shumë e bukur. Edhe rrugicat rreth rrotull janë tipike rrugica të shekullit të 17-18, ndërsa shtëpia është e shekullit të 13. Shtëpia më e vjetër e Lisbonës, 732 vjeçare, dhe një nga shtëpitë më të vjetra, kjo që po shihni, e cila ende banohet nga banorët, pra e ndërtuar 1294.